Deputetja e Bashkimit Demokratik për Integrim Arbana Pasholli bën të ditur se grupi parlamentar i Frontit Evropian sot do të kërkojë zyrtarisht krijimin e një komisioni parlamentar të posaçëm për të hetuar, siç tha, çështjen selektive dhe të njëanshme të sistemit të drejtësisë së kontrolluar nga qeveria në trajtimin e tragjedisë në Koçan. Pasholli tha se ky komision duhet të ngrihet më njëherë dhe të përfshijë përfaqësues të OSBE-s, si dhe përfaqësues nga ambasadat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian në cilësinë e vëzhguesve me qëllim, siç tha deputetja, garantimin e një hetimi të drejtë, të pavarur dhe transparent. Drejtësia selektive ka tronditur çdo qytetar të këtij vendi dhe ka krijuar një situatë të paprecedent që rrezikon themelet e shtetit të së drejtës dhe të besimit qytetar ndaj institucioneve. Mosveprimi ose instrumentalizimi politik i drejtësisë për qëllime të ngushta cënon jo vetëm të drejtat themelore të qytetarëve, por edhe stabilitetin demokratik dhe perspektivën evropiane të vendit. Nga Fronti Evropian presin që kuvendi të veprojë me përgjegjësi dhe seriozitet maksimal për të siguruar një hetim të pavarur, të besueshëm dhe gjithëpërfshirës, duke shtuar se BDI mbetet e parekundër në përkushtimin e saj për mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve dhe forcimin e shtetit të së drejtës në vend.